Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në Oponencë. Në fakt, ne e quajtëm të premten që shkoi një premte e zezë. Për fat keq nuk ka të bëjë me ngjyrën, por me realitetin që na erësoi të gjithëve. Në një ditë të vetme, u mbyll një epokë me ndarjen nga jeta të Fatos Nanës. Njeriu politikan, i cili me të gjithë të mirat dhe të këqijat e veta, i dha politikës shqiptare, i dha karakter, i dha debat, por mbi të gjitha, i dha vlerë fjalës. Në të njëjtën ditë, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, qëndroi 7 orë në këmbë në gjykatën kushtetuese, në një maraton të cilën duket se nuk do ta fitojë dot vetëm me biçikletë. Por në të njëjtën ditë, të premten e shkuar, numri 2 i qeverisë shqiptare Belinda Balluku merret dhe njoftohet nga Spaku zyrtarisht e pandehur. Një çështje e cila duket se ka sjell një debat shumë të ashpër, jo vetëm për shkakun që numri 2 i qeverisë shqiptare është marrë e pandehur për një akuzë e cila quhet pabarazinë tendera, por dhe për faktin që po sot në publik doli një dosje me SMS të cilat shokuan opinionin publik. U bë një debat shumë i madh mbi të cilin ne sot kemi ngritur një debat në Oponencë me një ish deputet të Partisë Demokratike, por edhe me një konstitucionalist, siç është Sokol Azizaj, me cilin vum një bazë 2 javë më parë në këtë studio, por dhe me Aslan Dogjanin, një ish deputet rebel, le të themi, i Partisë Demokratike, opozitë e opozitës, me cilin sot do të ndajmë bisedën dhe debatin tonë. Por, shpend, a u njohë sot me këto SMS-t e Belindës dhe varësit të tij? Nuk e dia, isha në OnlyFans apo isha në komunikimin zyrtar midis 2 zyrtarëve të mëdhenj të shtetit. Pra, të lexoje etiketimet e tipit ai i gjatë, se s'do me thonë për shkak të etikës televizive, sepse tani do janë në shtora 9:05 që na ndjekën dhe fëmijët. Të mos e shturin neve gojën, jo se ne jemi më ëngjë apo jemi shenjtë, se nuk jemi, unë nuk e mbaj veten për shenjtë, por që të pretendoj të lexoj ai gjati, ai ashtuja i gjatë, apo ky ashtuja që guxon të më kërcënoj mua, apo ta kthej dhe si në oborin e babës ministrin, pra Ervis, neve kemi pasur shumë ups and downs, se kishte të folur dhe shumë slangs. Por unë ty po të zotoj si drejtor dhe të lutem, ma ngri kokën se këtu varet karriera ime. Tani, ma shpjegon vetëm një gjë se ti je, nuk e di sa vite eksperiencë, kemë shumë se 20 vjet, 25 vjet në eksperiencë në terren, në kronik, e gjitha me radhë. Ministri për çfarë zgjidhet të shoqja? Zgjidhet për të menaxhuar punën shtetërore, apo që të bëj Belinda apo shumë Belinda të tjerë karrierë? Posti ministrit përmban është post politik. Dhe ne dim që historia politike në Shqipëri shkruhet me vendime apo shkruhet me dosje. Deri tani e kanë treguar që është me dosje. Që shkruhet vetëm me dosje. Tani, unë them që çdo të premte do ta kemi të zezë. Po pse do ta kemi të zezë çdo të premte? Sepse vetëm pak minuta më parë, njëri nga njerëzit më të afërt dhe më besnik të Belinda Balluku, që quhet Ermal Nufi, ka dhënë dorëheqje. Si e ka? Ermal Nufi. Ermal Nufi, çfarë bën me jetën Ermali? Ermali në fakt ka qenë një nga koordinatorët dhe njerëzit më të besuar të Belindës, i cili ka gisht në emërimet e fundit që bëri zonja Balluku, ndërkohë që ishte person i marrë në hetim edhe person jo vetëm, po, dhe i marrë në hetim dhe i pandehur, por ka qenë drejtor kabineti dhe kishte një post shumë të rëndësishëm. Atëherë kur gjithë opinioni publik është i fokusuar, media, gjithkush, kur presim që një nga ministret tona të japi dorëheqjen duke treguar një akt moral, apo kur kryeministri i vendit pritet të thrasë Këshillin e Ministrave për të pushuar nga mandati që ka kjo zyrtare e lartë, ne njihemi me dorëheqje të nënpunësve, me arrestime të nënpunësve të varësve të këtyre personave dhe nuk shikojmë fare ndërgjegjësim. Mos harro që sot më kanë treguar, ishte shumë e bukur kjo. Sot është 5 nëntor 2025. Si sot 50 vite më parë, u pushkatua zëvendës kryeministri Beqir Balluku.
akuza shpërdorim në përmasa të mëdha i pronës socialiste dhe i pozitës zyrtare. Koincidenca po? Po, 50 vite më vonë, P-ja, që i drejtoi të gjatit, ose më saktë Palloshi, le ta themi, se kuptojnë dot njerëzit, dorëzon zëvendësin e tij Belindën, mbesën e Beqirit, tek hetuesia kapitaliste. Akuza shpërdorimi i pronës kapitaliste. Tani, nga pronë socialiste, më para pronë kapitaliste. Karma, kjo zonjë nderuar, që nuk flet kurrë me partinë e punistëve socialistë. Koincidenca po e vërtet? Ma shpjegon, Aslan, mirë se na erdhe, se ti je miki i televizionit.